Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme do të jemi së bashku rreth një orë në transmetim dhe do sillim rrëfimin e një babai. Në fakt bëhet fjalë për Bukurosh Rudën, dashur miq, një 37 vjeçar i cili pas 10 viteve martesë vendosi të jepte fund martesës për të kërkuar divorcin. Dhe kur dy të rinjt menduan Bukuroshi së bashku me bashorten se konflikte që linden në familjen e tyre, divorci do të jepte zgjidhje, jo. Pas divorcit, konfliktet janë më të mëdha mes të dyve dhe shkaku është kujdestaria e djalit të tyre 4 vjeçar. Por çfarë ka ndodhur mes këtij çifti do të jetë Bukurosh Ruda, ky 37 vjeçar nga Elbasani që ditën e sotme kërkon të rrëfej këtë histori dhe zëri i tij të dëgjohet. Kështu që menjëherë do e përshëndes. Përshëndetje Bukurosh dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Mua sinqerisht më vjen keq që çdo ditë më shumë në studion e emisionit Pa Gjurmë vinë të rinj apo edhe të reja që tregojnë rrëfimet e tyre, tregojnë historitë e tyre, duke rrëfyer në studion e emisionit Pa Gjurmë divorcin dhe ndarjen. Pas 10 viteve vendoset të jepje fund kësaj martese? Faktikisht nuk isha unë ai që doja të jepa fund, ishte ish bashortja me ndërhyrjen e familjes saj, ku kanë skenuar ka sajuar një ngjarje të cilën unë nuk kam ushtruar dhunë sipas pretendimeve të tyre apo sipas deklaratave të tyre të policisë. Ka qenë ajo që e ka kërkuar divorcin. Ka qenë ajo. Do e diskutojmë gjatë sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, më lejo të prezantoj edhe juristen Nexhi Beqiri. Nexhi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Odeta. Do e dëgjoj me vëmendje ditën e sotme me rrëfimin e këtij 37 vjeçari, i cili rrëfeu që në momente para që ishte ish bashortja që kërkoi divorcin. E ke menduar, po ta bëj si pyetje në fillim, pa e dëgjuar rrëfimin tuaj. E ke menduar ndonjëherë se ndoshta ishit ju shkaku dhe ai gjete gabimin brenda vetes, se mendoj që një grua, një nën me një fëmijë të vogël, të kërkoj divorcin, do të thotë disa gjëra nuk shkojnë mirë. Nga ana ime, siç mund të pyesni ose siç ka paraqitur edhe disa fakte apo siç do i paraqesim, nuk ka pasur absolutisht asnjë lloj shkaku për divorc. Përkundrazi, unë kam qenë personi të cilën ish bashortën time, e kam dashur shumë, pavarësisht si kartë lidhja jonë, sepse ka qenë me mbledhëri, por që unë kam qenë personi që kam respektuar maksimalisht dhe nuk e kam trajtuar si bashorte, por si fëmin tim. Pse do thoshte si fëmijë? Do ta them të sepse unë mbas lidhjes që kisha me bashortën, mbas fesës tonë, bashortja kishte probleme, disa smundje të cilën ne zbuluam që nuk linin për një shtatzani të mundshme. E qartë, por se dua t'jap dhe materialin pa na i treguar të gjithë historinë, po parë zonjën Nexhi që reagoi, e kam trajtuar si fëmijë, ndoshta këtu ka gabuar, se një grua kërkon të ndihet një grua, përpara partnerit të saj, jo një fëmijë, ndoshta këtu ke gabuar pa dashje. Jo, tha një shprehje e cila nuk mund të themi se është 100% e vërtet, që për asnjë lloj arsye, ose unë nuk i kam dhënë asnjë lloj arsye për të bërë një divorc. Arsyet ekzistojnë. Ndonjëherë nuk i kuptojmë, ndonjëherë nuk i vlerësojmë, ndonjëherë nuk e dim se kush është më e rëndësishme në një bashkëtesë, në një martesë, por një sy më impret, ose kur shkoj në sallën e gjyqit, ose kur situata përkeqësohet, atëre dalin karakteret e vërteta dhe atëre një njeri pa anshëm që i shef thua po. Kjo ka qenë një arsye për të ndarë. Ose për këtë arsye, e cila ka qenë një arsye e fshehur, por që tani ka dalë më në pa, domethënë mundet të ishte ndarë. Kështu që nuk është e lehtë dhe nuk mjafton thjesht për kujdesja ose dhe dashuria nuk mjafton ndonjëherë. Sepse që të mbash një martesë është si të menaxhosh një institucion. E vërtet, familja është marrëdhënie juridike, martesa është një marrëdhënie juridike, martesa është një institucion i cili ngrihet mbi vullnetin e të dy palëve, pra me dashurinë e të dy palëve dhe me përgjegjësinë e të dy palëve. Por jo gjithçka gjatë rrugës funksionon si duhet dhe patjetër që ndonjëherë pa bërë dhe ndonjërin me emër konkret se kush është fajtori, martesa nuk mund të ekzistojë më. Që edhe do të dëgjojmë tani se cila ka qenë, si thua, arsyeja e vërtetë. Normalisht unë do shprehem për pjesën e termit që përdora, sepse termi ka të bëjë me dashuri akoma më të madhe se
për te i bashkëshortës. Por në të gjithë histori e prekur tjetër është dhe nëna e Bukuroshit, e cila e vuan ndarjen e të birit dhe sigurisht ndarjen me nipin e vogël. Gazetarja ime Klaudia ka udhëtuar drejt qytetit e Elbasanit, sigurisht ka folur edhe me Bukuroshin, i cili ka denoncuar rastin tek redaksia jon, por do ndjekim të material që ka përgatitur Klaudia, ku ka takuar edhe gjyshen e vogëlushit 4 vjeçar dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e Bukurosh Rudës. Jemi në Shoshic, pranë qytetit të Elbasanit, për të marrë denoncimin e një babai dhe një gjysheje, të cilët pretendojnë se nëna e djalit të tyre të mitur, 4 vjeçar, e dhunon dhe e keq trajton atë. Një betejë gjatë ligjore dhe emocionale ka përfshirë një çift të divorcuar nga Elbasani, ku në qendër qëndron fati një djali të mitur vetëm 4 vjeç. Babai i tij, Bukurosh Ruda, pretendon se ish bashkëshortja, Gjiljola, nuk është e aftë të kujdeset për fëmijën, pasi sipas tij, ajo ushtron dhunë fizike dhe psikologjike ndaj të birit. Me ish bashkëshortën unë kam asnjë lloj komunikimi. Edhe kur shkoj marr djalin, ajo nuk del. Djali më vjen goxha i traumatizuar, kur më vjen në shtëpi, më vjen me shumë ankesa, ankon për kryen veprime turpshe nga ana e mamas, si dhe ankon për dhunë nga ana e mamas në drejtim të tij. Historia e tyre nisi në vitin 2013, kur Bukuroshi njohu Gjiljolën dhe marrëdhënia e tyre u pranua nga familja. Në fillim, çifti i ri jetoi në shtëpinë e prindërve të tij në Shushic të Elbasanit, e më pas u zhvendosën me qera në qytet. Pas 7 vitesh përpjekjesh dhe trajtimesh mjekësore, erdhi në jetë djali i tyre Roy. Pas lindjes, çdo gjë ndryshoi. Gjiljola u përball me depresionin pas lindjes, një periudhë e vështirë që ndikoi jo vetëm tek ajo, por edhe tek marrëdhënia e çiftit. Për kujdesin e foshnjës, u angazhua më shumë Bukuroshi dhe ëma e tij, Fiqiretja. Si ka qenë marrëdhënia juaj me ishnusën e djalit? Keni pas konflikte? Ka qenë shumë e mirë. Dhe ajo sillej shumë mirë, ishe vajzë qyteti, e respektoja me respektonte, por mbas lindjes çdo gjë ndryshoi. Filluan konflikte, shante, ofendonte, mbasi doli nga spitali zonja ishte shumë agresive. I thash djalit tim, "Ke qenë mami, s'po më pëlqen nusja." Ai tha, "Mami, çdo gjë ka kaluar që në depresion, po do rregullohet." Në atë kohë jetonit bashkë apo djali me nusën vet? Jo, zemra, jetonte djali me nusën, i kishin të dy në Elbasan, unë vetë jetoja në Shushic, se i lash si çift i ri, dhe kur të më ndojnë, unë shkoja. Doja mos i shqetësoja. Në një përpjekje për të qetësuar dhe për të shmangur konfliktet, Gjiljola udhëtoi drejt Italisë për 10 ditë, por kthimi i saj nuk e përmirësoi gjendjen. Përkundrazi, tensionet mes çiftit u thelluan. Një natë gjatë një debati për takimin me djalin, situata degeneroi në përplasje fizike. Pak orë më vonë, policia e therret Bukuroshin në komisariat, pasi Gjiljola e kishte denoncuar për dhunë në familje. Që prej asaj dite, konflikti mori për masa ligjore. Bukuroshi kaloi muaj në burg dhe arrest shtëpie. E mbani mend momentin kur djali u telefonoi dhe ju dha lajmin se policia po e kërkonte? Po, e mbaj mend shumë mirë dhe që si e papritur, sa atë natë kam qenë unë së bashku me djalin e vogël ke shtëpia e djalit, sepse nusja djerë si ishte u kthye nga Italia, ndej një 10 ditë atje, edhe kur u kthye nga Italia më kërkoi djalin, nipin tim, se kisha unë në fshat, kur i çova fëmijën unë saj, nuk më priti fare mirë si vjerë, si mamaja dytë që quhem unë, edhe apo të kapte djalin, ta përqafonte si çdo mama, por e mori djalin e hodhi atje matan, edhe tha, mirë tha, ike ma tha. Ndërkohë kishte 10 ditë pa e parë djalin. 10 ditë, se iku në Itali, 22 muaj e la fëmijë që shkoi në Itali. Atë natë, kur erdhi djali, domethënë nga puna, atë natë këta ndodhi një papritur që nuk i shkonte ndërmend askujt. Për çfarë akuzonte nusja? Nusja akuzonte tash Gjojan, thojza, që i ka gjujt ky nusës. Në kohën që gjujti nusja këtij, pra ajo e mbante më mirë se sikur e kishe fëmineve, jo se kishe nuse. Gjithë veprimet i bënte me të plame, me shplame, me kurosje, me gjellë, me gatumi, gjitha vetë. Ajo nuk bënte asgjë. Sot,
Vendimi i gjykatës i lejon babait të takojë djalin vetëm një herë në javë, por ai kërkon të marrë kujdestarinë e tij të plot, duke pretenduar se nuk është i sigurt pranë të ëmës. Unë do kërkoja që ish bashortja jo vetëm të heqë dorë nga pjesa e djalit, por të mendoj para djalë edhe të vetë kurohet. Dhe ju kërkoni kujdestari të plotë të ti? Unë kërkoj kujdestari të plotë në të kundër. Nëse është e pasur të marrë dënimin meritues se i bë ka veprime me dashje. Unë dua që kësaj nusës time, ish nusës djalit, ti bëhet një verifikim e ti bëhet një kontroll, ti bëhet mjekimi që dhe ajo të bëhen si gjithë tjerat. Historia e vogëlushit Roy mbetet e mbërthyer mes dy prindërve dhe dy realiteteve të ndryshme, ndërsa vendimet e ardhshme të gjykatës priten të përcaktojnë të ardhmen e tij. Kjo është historia e çiftit të Ruda, të cilët prej vitit 2023 janë ndarë fizikisht me njëri tjetrin, por problemet dhe konfliktet vazhdojnë edhe sot e kësaj dite për kujdestarinë e djalit të vogël i cili është 4 vjeç dhe jeton me nënën, por babai pretendon se nëna, pra bashortja e tij, ka probleme tashmë, janë shfaqur probleme shëndetit mendor dhe ndoshta jeta apo rritja e atij vogëlushi në praninë e një nëne të sëmurë nuk do të ishte rruga e dur dhe ky baba po lufton për kujdestarinë. I dashur Bukurosh, përpara se të dalim pikërisht te kujdestaria, patjetër që ne duam të dëgjojmë dhe historinë e jetës tuaj. Ju jeni njohur shumë vite para me nënën e djalit tuaj. Në çfarë viti jeni njohur? Atëherë, ne jemi njohur në mos gabofsha në periudhën maj-qershor 2013. Po. Gjatë asaj kohe, babai i bashortës, pra i zhvirri, ka insistuar në këtë lidhje që... Keni qenë shumë të vegjël, besoj. Ti diku 25? Unë 25 kam qenë, nusja ka qenë 5 vite më brapa 20. 20 vjeç, po? Edhe me këmbguljen e atyre, normalisht, vetë babai tim, se da ishe pro kësaj lidhje, u bë kjo lidhje pavarësisht se në fillim të unë nuk i dha shpëlqimin Xhilioles, duke qenë se kisha një orë më para, por nuk ke parasysh në herë, ajo zemra nuk ta bën bum në moment aty ka diçka me fjalë që ja thut moment, kur nuk ndjen diçka për momentin. Megjithatë, mbas ja 2-3 herësh që dolëm, u arrit përfundimisht që të fejoheshim bashkë. Pra, kjo fejes u bë me miratimin tënd? Patjetër. Edhe Patjetër, as nuk diskutohet. Po. Edhe unë gjatë gjithë kohës, prandaj thash do të dalë të terme më para, unë Xhiliolën e kam majtur jashtëzakonisht shumë, e kam afruar, e kam dashur sikur të dua një fëmijë dhe jo një bashortë, me fjalë dashuria ka qenë shumë më e madhe. Përveç kësaj, Xhiliola ka pas problemet shëndetësore që dolën gjatë fejesës. Kur themi probleme shëndetësore, çfarë konkretisht? Atëherë, pati probleme, një nga këto ishe kryerja e trupit. Edhe njerëzit nuk e kuptojnë. Kryerja e trupit, kryerja. Po. Dermatologjike. Po, probleme dermatologjike të Xhilioles. Të lëkurës, po. Të lëkurës. Më pasin u zbulua, pas kurimit kësaj, u zbulua një problem që ishe shumë madhor, 2 bakteri të cilët Xhiliola i kishe të mbartur, të bakteri i kisha marrë dhe unë, u bë një kurim i gjatë. Dhe të themi, ishte preku nga një infekcion. Po, nga infekcion. Po mirë, është dhe një problem i madh, të themi, ishte preku nga një infekcion që mund të mjekoj, të kuroj, tani që të jemi edhe pak me këmë në tokë, se edhe unë jam grua, dhe zonja një gjithë grua dhe unë një burë, këto janë problemi që çdo njeri gjatë jetës mund t'i hasi, por nuk është problem serioz. Se u preke nga një infekcion, qoftë në lëkura, apo edhe... Ai ka qenë problemi i ginekologjikë që ka pasur, ka qenë problem të përmadhor, sepse nuk lejon të shtatzanin. E qartë, është të kuptueshme kjo gjë. Përveç kësaj, nëse nuk kape në kohë, ky problem avanconte dhe mund të lindë edhe steril. Mashkullin... Duhet theksuar Nexhi që Bukuroshi vjen ka studiuar për mjekësi, i përket bluzave të bardha dhe i një mirë të gjitha këto detaje, por prandaj po i sqaron këto studie. Gjithsesi, ti po i jep me detaje, por ti kupton më shumë se mua nga mjekësia. Por besoj që ky nuk është një problem kryesor që mund ta ndaje sot me ne. Për nënën e fëmijës. Jo, as pak, po thjesht me fjalë po të themi se si ka vazhduar kjo histori. Më pas ne kemi shkuar disa kohë... është mjekuar, pa dyshim dhe... Sa në brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë,
Kemi qëndruar 1-2 vite jashtë Shqipërisë, kryesisht në Gjermani, dhe më pasin jemi rikthyer në vitin 2016, në janar të 2016. Ju keni qenë të fejuar, sa ke qëndruat bashkë? 1 vit. Pas një viti e kurorzuat dashurin tuaj. Kurorzua, u bë martesa, ka qenë në mos gabofsha në datën 23 mars. Keni bërdasëm? Po. Jeni martuar. Pra ka ardhur me vello të bardhë Patjetër. në shtëpinë. Edhe ishe kënaqësi e madhe, normalisht. Mirë, do të ndërpres pak se më duhet të bëj dhe unë një shkëputje në këto momente për të kaluar në një këshill mjekësore dhe rithemi sërish të bashk live dashumish për të vazhduar rrëfimin e këtij 37 vjeçari i cili është në një konflikt, le të themi, prej 2 viteve me ish bashorten e tij për kujdestarinë e të birit 4 vjeçar. Ndjekim këshillën mjekësore dhe rikthehemi. Jemi sërish bashk live dashumish, ku ditën e sotme po dëgjojmë rrëfimin e një babai i cili fatkeqësisht po lufton me drejtësinë shqiptare për të përfituar kujdestarinë e të birit 4 vjeçar. Bukurosh Ruda, 37 vjeçari nga Elbasani, po rrëfen këtë histori ditën e sotme, por besoj që ndjen dhe dhimbje. Normalisht. I thonë 10 vite për kushtim, 10 vite dashuri, ta dush njëri maj shpirt, maj shumë shpirt, edhe të përfundosh një gjë të tillë që pa merituar, kjo është... Po, le të ndalemi, tek ju bashkë konsumua 10 vite martes. Patjetër. Çfarë ndodhi në këto 10 vite martes, Bukurosh? Për gjatë 10 viteve, deri në momentin e shtatzanisë, Gjiljola, thash dhe herë, kemi qenë shumë afër me njëri tjetrin, ai sa nuk ndashim, në çdo vend shkonim bashkë, bisedonim për çdo lloj gjëje, kishim harmoni, dashuri shumë të madhe. Më pas nini kur vjen momenti që Gjiljola nge shtatzan, aty kam vërejtur vetë, me fjali diçka që Gjiljola, si të thush, një ndryshim minimal, që shifja të Gjiljola, që... Besoj keni studiuar të gjë në shkollë, kur keni qenë në universitet, që një grua ku mbetesh shtatzën, është çështje dhe hormonesh në trupin e saj, dhe pa dyshim që ndryshon. Bides i pja e mirja sa më shumë të bënte një hecje, të dilnim, fjalë të lëvizje që... Kur themi ndryshoj, çfarë ndryshoj konkretisht? Aja ndryshoj në pjesën që... Të sjelljes? Të sjelljes, edhe po mundoshe të mbylleshe. Isha unë që i pja dashuria koma më të madhe, duke qenë se Gjiljola kishte shumë nevojë, unë ndjeja shumë... Por fëmia erdhi në jetë? Fëmia erdhi, më pas fëmia erdhi në jetë, u gëzimi madh, nuk kishte... Pas sa vitesh martese sot në jetë djalin? Mas 7 vitesh. Mbas 7 vitesh, ju u bët printer. Le të themi 7 vitet e para të martesës, ju keni qenë të lumtur, nuk keni patur asnjë problem. Jo, asnjë. Problemet nisën kur ajo mbeti shtatzën. Faktikisht mbas shtatzanis. Dhe çfarë ndodhi pas lindjes? Kur erdhi në jetë djali, që duhet të ishte sigurisht të lumtur, u bët printer, aty nisën konfliktet mes teje dhe Gjiljolës. Mbas ardhjes së djalit në jetë, gëzimi i madh normalisht, Gjiljola filloi të merrte një nxirje në fytyrë dhe një agje të pjesës së tiroidës. Jo, doja thosha diçka, Odeta. Në qoftë se Bukuroshi ka parë që kishte probleme që gjatë shtatzanisë, dhe zakonisht ndodh, dikush nga gratë e kalon kollaj, me shumë optimizëm, me shëndet të mirë, fizik, mendor e tjerë, po dikush tjetër e përjeton ndryshe, dhe rasti i bashortet tuaj është pikërisht ai që ajo e ndjeu që kishte pat një problem. Shtatzania i erdhi shumë e dëshiruar, por natyrisht mbas disa vitesh përpjekje për të përmirësuar shëndetin e saj, kështu që është shumë e logjikshme të pranosh ose të presësh që mund të kishte dhe hezitime në marrëdhëniet me bashortin, mundet ka kaluar probleme psikologjike, është ndjerë e pasigurt, është ndjerë si thua si e vetme, ka dash dhe të mbyllet, se ndonjë njeriu ku nuk gjen zgjidhjet, ose kur ka shumë pikë pyetje, ai mbyllet në vetvete, preferon të mos flasi fare. Kështu që ju keni qenë një specialist i mjekësisë që mundet ta mendoni që dhe ndoshta dhe një vizitë tek psikologu, një trajtim psikologjik, jo vetëm i bashortes tuaj, po ndoshta një terapi edhe në çift. Sepse ju keni qenë në momentin më të bukur të jetës, do të thotë që të prisi një fëmijë. Kurse ju, si tregoni këtu në studio, e keni pat sa, si thuash, probleme që në shtatzaninë e bashortes tuaj. Dhe natyrisht kur vjen fëmia pasaj, është shpjeguar që mundet ato probleme edhe të zmadhohen. Kështu që keni qenë përgatitur shpirtërisht që do kishte një problem mbas lindjes fëmijës. Se ju jeni dhe i fushës mjekësisë, të ndoshta e dini dhe më mirë. Unë nuk e prisja, si thush, këtë lloj
agravimi deri në të pikë. Për që e prisja i problem normalisht që e prisja. Por ajo që më bëri përshtypje ishte dhe mjekja e cila që në kryet 2 muajt në ndërprerje Xhiliolës me fjalë fëmijës dhe gjirin. Sa për shkak të mjekimeve që merrte nëna. Nuk ishim akoma për ta seruar, nuk ishim akoma në fazën e mjekimeve. Deri në 2 muaj Xhiliola ka qëndruar pa mjekim, vetëm me atë pjesën që unë e merrja, dilja, bëja sa më shumë humor me atë, lëvizja nuk e lija vetëm me Xhiliolën. Atashimi saj me djalin si ishte ato 2 muaj? Shumë i vakët. Prandaj Shumë i vakët. ka vendosur dhe mikja të heqë gjirin, duke parë dhe gjendjen e saj të rënduar. Dhe me djalin kam qenë unë ai që jam marrur që në momenti i lindjes, deri në momentin e 22 muajve. Përveç kësaj, Po çfarë ndodhi? Ju e çua tek mjeku që ajo të mjekohej. Unë ju drejtova fillimisht pediatrës. Po, ndërkohë kishit folur me prindrit e nuses për problemi që po hasnin? Po, kisha folur. Se besoj data kanë ardhur për nipin dhe kanë parë gjendjen e të bijës. Dëgjoj, ka diçka në prindrit e Xhiliolës tu fillon ajo pjesa më shumë e thellimit të pjesës të konfliktit, sepse ata kanë qenë mos besues në kësaj pjese, po dhe mos bashkëpunues, pra nuk shikojnë gjendjen së cilën ajo shifshe me sy të lirë, nuk ishte se dojë një filozofi shumë madhe, por ata nuk pranojnë gjendjen dhe nuk pranojnë trajtimin e Xhiliolës. Po, Zoja Nexhi. Të lutem, ka një dosje mjekësore, ishtë bashkëshortja juaj? Se ju tani këtu në studio ne kemi vetëm ju. Po. Bashkëshortja juaj nuk është në këtë studio për të spjeguar. Unë do t'isha shumë e vëmendshme që t'ishim afër të vërtetës, mos ta rëndojmë edhe Xhiliolën, por t'i themi disa gjëra që janë të vërteta, pa dyshim. Më thënë, ka raporte mjekësore, ka, si thua, ndoshta dhe ju do të bëni kujdes. Një kartel mjekësore që është hapur për Xhiliolën. Ndoshta dhe ju do të bëni pak kujdes që mos i nxjini gjithë gjërat që janë në kartele mjekësore. Sepse edhe nëse i kërkon zonja e studios ke një mjek, ai thot ka disa sekrete profesionale të cilat unë nuk dua t'i them për një person të caktuar. Kurse ju tani me vullnetin tuaj, natyrisht jeni ndar, po tregoni shumë episode që ne nuk e dim se nëse janë kështu apo jo. Pra, për të qenë të qartë, a ka patur një kartel mjekësor pra ju e çuat bashkëshorten tek një mjek psikiatër? Jo, nuk është pranuar nga ana e familjarëve të Xhiliolës që ne të çojmë Xhiliolën te një mjek psikiatër. Po kush e vlerësoi gjendjen? A një mjek vlerësoi gjendjen e... Ja të shpjegojmë. Pjesa parë unë i drejtova mjekut pediatrë dhe i thash që me të kisha parë të Xhiliola, ja të tregoj, si që thash dhe më lartë, gjara shumë të thëlluara, por që, po thot, Zoja Nexhi dhe nuk po i themi. Po. Përveç kësaj, ajo sa pa, tha, gjotha, në pika parë ishe ndërprerja e gjirit fëmijës. Dhe udhëzimi asajt për ta çuar të një mjek për pjesën e tiroidëve më pas të depresionit. E çum tek një doktoresh, profesoresh, zonja Nila Tërtullin. Po pak rësika, çfarë vlerësimi dha doktoresha? Doktoresha dha një vlerësim që mungesa e jodit ishe e madhe, kishe goxha probleme me pjesën e agravimit. Edhe ne që jemi qytetar thjesht, kemi informacion që steroidet ndikojnë shumë. Patjetër që ndikojnë. Por mjekohet. Po është mjekueshme. Ato themi këtë gjë që është një gjë që mjekohet. Merr ilaç edhe kontrollohet. Sidomos ka nga ato që edhe në kohën e shtazanis kalojnë, kanë tiroidet dhe mjeku është shumë i kujdesshëm që thotë, domethënë, të shmang ilaçet që janë të pakëshillueshme në atë moment. Por sidomos kur ke lindur fëmijën. Por Bukuroshi po thotë që ajo nuk pranoi të mjekohej. Jo, nuk pranoi. Familja e saj nuk pranoi më saktë. Pra babaj dhe... Po pse tani, se ma më duket pa logjik. Një prind ta dëgjoj nga doktori që vajza ka nevojë për mjekim dhe të refuzoj mjekimin, po çfarë e refuzuan mjekimin? Refuzimi i mjekimit ishte sepse ne i thomi kemi shprehje, ndoshta përdoret me shejtanin i thomin, që kishin hallin se mos ndoshta unë i hapja kartel, i merja djalin dhe e mbyllja... Po ju nuk ishni të divorcuar? Absolutisht. Unë them, kjo ishe pretendimi i zhvjerës dhe vjerit. Dhe ishim një situatë jo të mirë. Më pasin një mbas trajtimi filloj të agravoshe situata. Mjekja i shtoi dhe një ilaç antistres.
për cilin Gjiljola ka përdorur për më shumë se 1 vit atë ilaç. Dhe ju po tregoni që situata e saj nuk ndryshoi. Nuk ndryshoi. Nuk u Përveç qetësua. kësaj, filloi një fjalor banal, Po, e dëgjova edhe nënën tuaj në kronikën që kishte përgatitur Goxha Klaudia, që kej goxha nëna është- tregoi që situata ishte e rënduar e nusës kur erdhi në shtëpi pas lindjes. Dhe unë vazhdoj ta theksoj që kjo është një fatkeqësi. Dhe mua më vjen keq që divorci ka ardhur për shkak të Jo për shkak kësaj. Do ta theksoj do ta sqaroj më vonë që nuk është ky shkaku i kësaj, sepse nuk e kam kërkuar unë. Do ishte plotësisht dakord me fjalën e juaj në moment që do ta kërkoja unë. Jo, s'do thot gjë kjo. Por e kërkoj Gjiljola. Nuk do thot gjë kjo, që ajo e kërkoi dhe ajo është përgjegjëse për zgjidhjen e martesës. Dakord. Nuk do thot kjo gjë, sepse po shikosh statistikat, në 80% të rasteve kërkesën për divorc e bëjnë gratë, sepse nuk ka qenë ajo koha që pranonin një martesë edhe kur nuk ishin të lumtura në atë martesë, ose aq më tepër kur ka shkaqe siç janë dhuna e tjerë e tjerë. Tani pa dashur, domethënë se nuk i di gjithë situatën se si ka ndodhur, por jam plotësisht dakord me atë që po përsërit disa herë Odeta, që ndodh. Kemi raste të tilla. Kur një nën edhe në shtatzaninë e parë përjeton probleme shëndetësore apo qoftë edhe psikologjike, të cilat nuk e bëjnë situash atë të keqe, nuk e bëjnë atë fajtore. Sepse edhe ju jeni mjekësisë dhe shkenca e pranon që kur kalon një stres, kur ajo ndjen peshën e një smundje, aq më tepër që ka përgjegjësinë si nën, që do sjelli një fëmijë në jetë, po dëshiron pafund që ai fëmijë të jetë me shëndet shumë të mirë, fizik, mendor e tjerë, kështu që natyrisht edhe ankthi dhe stresi që ka kaluar bashkëshortja juaj ka qenë i madh. Kështu që në këtë rast nderi është i bashkëshortit, i familjes bashkëshortit, po dhe i familjes së vajzës, që do t'i bashkojnë të gjitha përpjekjet për ta nxjerrë nga situata, në mënyrë që edhe të përmirësohet nga ana shëndetësore, por njëkohësisht, kur ka dhe një bebe, të mos ndikojnë negativisht në shëndetin e bebes. Kështu që në këtë rast ju keni marrë sot fjalën që flisni në këtë studio, por duhet i thoni gjërat edhe me pak kujdes. Unë uroj dhe shpresoj që Gjiljola të na ndjekë ditën e sotme dhe të reagoj, të kemi dhe zërin e saj, pa dyshim të nënës së fëmijës tuaj. Por ju i dashur bukurosh më treguat që shkaku i ndarjes nuk ishte problemet e shëndetit të Gjiljolës, por të tjera probleme. Do na i tregosh patjetër në studio se për këtë ka ardhur, për treguar problemin dhe për të gjetur një zgjidhje të problemit, por fillimisht më duhet të bëj një shkëputje për të kaluar në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë ku me mua në studio është Bukurosh Ruda, një 37 vjeçar nga Elbasani, i cili po rrëfen martesën e tij dhe problemet pas ndarjes me nënën e djalit të tij. Ndërkohë që është dhe juristja Nexhi Beqiri, e cila po e këshillon edhe për anën ligjore, por ajo që kuptoj më shumë dhe ajo që e dëshiroj dhe unë të ndodhi në studio, por që e do dhe publiku shumë nga ana jote, është jo vetëm ajo ana ligjore që ti e jep çdo ditë pa limit njerëzve që vinë në këtë studio, por e ana e një nëne, e një gjyshe, që është ato këshillat e tua shumë të vlefshme, të do shumë publiku për këto. Faleminderit shumë, por Dhe më shkruajnë që duam Nexhin ta kemi në studio. Po gjërat kur bëhen me shpirt bëhen shumë herë më të bukura nga gjërat që bëhen thjesht teknike. Edhe në këtë konflikt që po trajtojmë sot, nëse futet shpirti i atyre njerëzve që kanë qenë përreth Gjiljolës, jam e sigurt që do kishin kaluar gjërat më kollaj, edhe ndoshta nuk do kishte shkuar në divorc, se po që për të ndarë, po që për të bërë divorce, ato mund të ndodhin brenda muajit. Sepse, domethënë një konflikt, nëse ti nuk di ta zgjidhësh, nëse nuk e menaxhon mirë marrëdhënien, kur të duash mund të ndahen. Dhe aq më tepër që sot është një brez i cili nuk heziton, si përpara 30 apo 50 vjetësh, që e quanin familjen një gjë shumë të rëndësishme dhe pavarësisht nga vështirësitë apo krizat që mund të kalonin, në fundit mendonin që kjo, domethënë, mund të kalojë. Kemi aftësi, kemi mundësi që t'i kalojmë gjërat. Atëherë, i dashur Bukurosh, më treguat në pjesën e parë, përpara se dilja në reklama, që shkaku i divorcit nuk ishte probleme shëndetësore të bashkëshortes. Kush ishte shkaku, domethënë? Atëherë, shkaku... Se gjithnjë kur po marr efekt të histori, mendova që shkaku ishte ky. Gjiljola, nuk e di nëse të bëj parantezë të vogël, Gjiljola dhe në një vjetorin e fëmijës nuk ka marrë pjesë.
Në ditëlindjen e parë të djalit. Të parë të djalit dhe kjo ka qenë, unë e theksoj të pjesë, me atë mendimin tim, që faji është dhe i familjes në të rast. Po pse çfarë ndodhi që atë ditë? Familja, ku kam shkuar atë ditë, kemi rënë dakord që ne do të festojmë ditëlindjen e Se ju jetonit bashkë. Po, 1 vjetorit e djalit jashtë shtetit, fillimisht do bëjmë një drek në Elbasan, për pas 2 familje tona, familje e Gjilolës edhe Familjen tuaj, po? Dhe më pas njëri do e drejtojmë drejt Francës. Duke qenë se Franca, Parisi është kryeqyteti i dashurisë, si thuash, unë kisha dashuria madhe që kisha për djalin normalisht, unë pëlqej që... I qartë vendosët pikërisht ishit në Paris, në ditën më të rëndësishme. Në moment në atë ditë, data 27, i shkoj në shtëpi, sepse çunin e pat Gjiljola, shkoj në shtëpi, ma merë, tha, këtë drejt, tha, mos ma bjerë, tha, këtu, tha, që adilini do festosh ti, tha, pa që nuk ishe, thashun, qetësohet, kam gjanë. Nuk e kuptova. Gjiljola me djalin ishte tek prindrit e saj. Te prindrit e saj. Dhe ti shkove sepse kishe organizuar të Kisha organizuar sepse unë vija nga puna atë ditë. E qartë. Kupton se unë isha në punë në burgje. Edhe shërbimin e kisha 24 orë. E qartë, punonit i fermier në burg në atë kohë. Dhe çfarë ndodhi? Ti shkove dhe atë të soll kështu, por prindrit e saj si reaguan, se kanë qenë të gjithë aty. Prindrit e saj që tha nuk është mirë Gjiljola, tha. Pra, ata e pranuan, e kishë pranuar që vajza e tyre i kishte këto probleme. Po, nuk kemi qa bënë, tha, për momentin, tha, ti e shikon, jo, thëshë, unë e ka banë qafë të Gjilolin, si që kam unë atë dashurin time, thëshë, që kepë se mërzite, mundoha ti qëtësosh, as po i thajnë fjallët e tjera. Gjiljola, si thush, deri diku, por nuk u pranu nga ana e familjes që të vinë në festën e djalit. Për këta anullum dhe pjesën e biletët, ndërkohë që festuam ditëlindjen, e festuam, si që kam njësë dhe fotot, e festuam veçëm unë dhe familja ime dhe djali. E kemi bërë një restorant jashtë Elbasanit. Po, pak rëndësika. Pra, le të themi në ditëlindjen e djalit mungoi nëna dhe njerëzit e nënës, për shkak se ajo atë ditë nuk ishte mirë. Pavarësisht mungesën, mami isha ajo që më këshilloi, që është mamë ku e ke nusën, edhe shumë ka i problem, se mami nuk është se ja të rëgoja gjitha, pra se ka pas probleme me zemën, e nuk doja ta bëja. Por si unë datë ju? Pas asaj ditëlindje, Gjiljola u kthye në shtëpi? Unë ishe në shtëpi, të nesmën vjen në shtëpi. Në shtëpinë time, nuk i thash asë fjalë, sepse normalisht e dije që kishe probleme, e dije që ishe në efektin e trajtimit, edhe normalisht e prita me shumë dashuri, bilisa atë natë kemi hënë një darkë tek një restorant aty afër lagjes tonë, dhe pjesa e 5 majt falë lartë, dhe ja kalum shumë bukur, tha unë nuk erdha dot, mund do tash me të vetën, që mos ki mraks, çdo gjë do kaloj mirë, çdo gjë do shkoj mirë, unë jam këtu për ty. I qartë, ti i ke qëndruar pranë, pra po tërgoj që i ke qëndruar pranë në çdo moment të vështirë të jetës saj, se ka patur një problem, një shërgullim me sjelljen. Me shumë respekt, që ai mos ta ninte vetëm. I qartë, por të lutem. Pas kësaj, Gjiljola u mbyll në shtëpi. Mbas ditëlindjes djalit, mbas kësaj darke, diçka një javë, diçka mbrapa, u mbyll në shtëpi. Aty më thonë drejt, nuk qetësoha shumë. Kaloj gjatë gjithë kohës komunikoja me mjekën, që për e kuronte nga tiroidet, më pa thënë që është ta mbarojmë të punën e tiroidës edhe ta ndajmë të pjesën e më pasinin, se kjo ilaçet për pjesën e depresionit po i merr. Koha televizive fluturon dhe nuk kemi arritur akoma te problemi, i bie që të vish dhe nesër në studio për të vazhduar historinë, sepse dhe me sa po shikoj dhe pak minuta na kanë ngelur në dispozicion. Më trego shkaku i divorcit. Me çfarë ndodhi? Shkaku i divorcit. Atë ditë kur ajo iku nga shtëpia dhe ti e kuptove që i erdhi fundi. Unë po vi te shkaku i divorcit. Në atë ditë unë kthehem nga puna. Gjiljola një ditë më parë ka kërkuar mamas time për të marrë djalin. E ka marrë, ja ka qumë mami, më ka marrë telefon mu, informacioni i burgut, në kohë djali ishe me mjekim, unë mendova se thash mos kisha diçka djali, mos kishe djali diçka, sepse ishe me pjesën e ftofjes, po unë saja kisha ndërprej, po thuj sa ditë, edhe thash mos nërse ka pas një temperaturë diçka u shqetësova, gjithsesi. Biseduam, thot mami, thot atja qoj, po, thash unë qoj, nuk është problem fare, qoj, thash. E qoj mami, shkoj mjesë unë jam marë, në komunikimin që kemi pas në gjesë, goxha keq,
Mi fjalë, mi gogja agresivitet, gogja me fyrje, sharje, telefon djelë. Shkoj në shtëpi, thash, po që kemi të keqen dhe shumë se mërzitesh. Kam gjantë, kam shpirt, kapi qafët, e përqafoja, puthja. Gjilora, mundohu që të sotë, që keti jam unë jam Ti deri në këtë moment nuk e kishe menduar që ti jepje fund. Absolutisht. Kur një jetën time, biles do të them diçka, nëse më lejon vetëm 2 minuta, marrë fëmin, thot, merë fëmin, thot, se unë nuk e mbaj do të thot. Po. Përse i sa të fjallën fyese, okej, dakord, e marrë fëmin, shkojmë në shtëpi, vjen mami, se unë çdo muaj ja festoj djalit ditëlindjen. Me fjalë, e kam si shtume datën 27, e qartë. Duke qenë se është gëzimi i parë. Ai shumë pritur. Më pasin në shkoj me djalin mas dite, dal rreth orës 6 diçka tillë, dal tek këndi lodrëve, luajmë, kam pas dhe 2 vajzat, një të shokut dhe një mbesën në këtij shokut, vinë masrojt. Jap vajzat shokut, futem me djalin tek pizzeri me kera, aty në telefon, mas pak minutash në telefonon Gjiljola, jam futur rreth orës 8:30 diçka tillë. Po. Më telefonon Gjiljola, më thot që më thot jam tek shtëpia. Pasim telefonojnë të zjatën në paktu, jam mbyll telefonin për momentin, sepse po shje djalin, normalisht që kisha gjë tjetër në dorë për të marrë, me picën, edhe okej, dakord. Më dërgon Gjiljola një mesazh, thot jam tek shtëpia. E shikoj, nuk e mbaj mend në atë pjesën që me mori apo e mora, këtë pjesë nuk e mbaj mend. Bëjmë një bisedë telefonike, them, po ne e lam që ti do vije në datën 27, në datën 1. Se datë 1 ne kishim në një vizit me neuropsikiatër. Po pra, ajo erdi me herët. Po gjithsesi të lutem, dalim tek momenti, është shumë e rëndësishme të tregosh momenti çfarë ndodhi. Po edhe unë se kam kohën televizive në dispozicion, më mirë kuptoj dhe 5 minuta na kanë ngelur, por më duhet të bëj një tjetër shkëputje në këto momente për të kaluar në një këshill mjekësore dashur miq. Unë dua të prezantoj një suplement i cili quhet Prostatol, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. E ndjekim këtë këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer sërish bashk live dhe pak minuta na kanë ngelur në dispozicion dhe të lutem i dashur bukurosh na trego kush ishte shkaku i divorcit, do si u ndave ti me nusen pas të 10 viteve martesë. Atëherë Gjiljola vjen në datën 28 rreth orës 21, pra datës 28 i shtatit 2023, rreth orës 21 vjen në ambientet e pizzerisë me kera, në ambientet e jashtëve të kësaj pizzerie. Kur them jashtë, them në jashtë fare. Po. Dhe të pjesa ka një pjesë xhami aty dhe më thot me i fjalor banal si që kishe Gjiljola, unë normalisht. Edhe biles çuditet kamarieri thot mua Roshi, po kush është kjo? Thash nuse më nuse. Tha unë di tha që se ke tha sepse ti s'ke ardhur një herë me të. Tash unë aman të keq se kam pa qejf, tash unë mos luj, tash unë çketi, mos unë një siklet për këtë pjesës, flasë vetëm. Okej, më bën shenjë që të kalojmë të ikim shtëpi. Okej, dakord. I jap vjerës, ish vjerës me fjalë, i jap djalin. Sepse kjo kishte një biçikletë në dorë. Kaloj në anën tjetër rrugës, është pjesa saksisht tek shkolla Naim Frashi, mu tek porta, po njët me murin 3-4 metra më lartë. Po? Dhe aty kur iki, unë qëj atë leket, i fjallë jap leket bëj pagesën dhe këthem marr picën, këthem me gjithë karrocën e djalit. Kur shikoj djalin e kështë zhvesh ishë bashortja, me fjallë vete me badi, se po e qartë? Ju e një zonja, besoj se dini, dhe që me badi, me Japone, fëmin, dhe fëmija kishe fillu të dridheshe. Shumë qaj të bëtë, shumë nëse mund të bëj, shumë futa ndërmjet kësaj dhe djali, po pa e preku Gjiljola, se normalisht që nuk e prekja kur. Po? Aq ma tepër s'ma lejon kultura profesionale të prekja një pacient. Dhe çfarë ndodhi? Në momenti që po vishja unë djalin, pse nuk i shkoj Gjiljolës, Gjiljola u agresu dhe hapi kraun dhe t'i gjuj djali, sepse unë në këtë pozicion, nëse bëjmë, pra nëse unë kam Gjiljolën këtu, dhe hap kraun... E qartë, a ju do gotiste djali dhe këzuri? Mua. Të gjuajti ty? Sepse bëra unë lëvizjen, në atë moment që hapi kraun, unë e pash,
Dhe pafa kam bënë në pjesën kështu. Dhe ju gjuajti juve? Kam hangë dhe disa grushte mas koke, me gjatë, kam menduar që ato grushta kanë ardhur në ish vjera, sepse ishin në pozicion aty mbrapa ishe ish Që vjera. ta kuptojmë qartë Lutem Bukurosh, pra ish nusja të goditi dhe nëna e saj të goditi dhe Po, të dyja të goditën. pikërisht. Mirë Gjiliola kishte probleme, po mama e Gjiliolës për çfarë ju goditi? Atë se di, s'di ta shpjegoj. Më pas mbrapa, mbasi për momenti pata një trollosje, për momenti një depulesi, më themi ju. E qartë, po? Dhe pash djalin që po qante babi, se djali faktikisht ka qenë shumë i lidhur me mua, ajsa emri në mamit vetë... Një fëmijë po të shkoj skena të tilla do të trëmbet. Po, normalisht. Edhe, okej, marrë djalin, mos e mërzit, ka babi gjanë, ka pull djalin, ka babi shpirë, thash, qa bërë atë shasaj? Do të marrë policia. Aty u futa ama, tha, dëna falësh, tha, ne gabum, tha, fjalë për fjalë, ne gabum, tha, puna është që ti e di kush është Gjiliola, tha. Përfunduat në polici? E mbyllim këtu. Okej, e mbyllim aty. Mos e merë policin të lutëm, janë lutur, faktikisht. Nuk e kam telefonu policin, këto kanë shku shpi, 2 orë, 50 minuta të faktuar me dokument të dosjes, kanë shku shpi, në pas 2 orë 20 minuta janë rikësuar në polici. Pra, kanë njoftuar policin dhe të kanë denoncuar ty. Pasi kanë shku shpi, pasi kanë prish provat. Sepse kjo, Dhe ky largimi nga ishte denigjarës, shkaku i divorcit. ky ishe shkaku i divorcit. Atëherë, i dashur Bukurosh, ne po shkojmë drejt fundit ditën e sotme, zonja Nexhi nuk kemi kohë televizive për të vazhduar këtë histori, por ne nuk thamë gjën më kryesore, problemin real për çka ka ardhur në studion e emisionit Pajgjun, që është kujdestaria e fëmijës. Atëherë, unë të bëj ftesë nesër. Në orën 16 të jesh sërish këtu në studion e emisionit Pajgjun për të vazhduar këtë histori dhe gjithnjë me shpresën që do kemi edhe reagimin e Gjiliolës, por reagimi i Gjiliolës nëse nuk do vi deri sot në mesditë, ne do të presim edhe pasi emisioni jon të kalon në YouTube, do të jetë gazetaria ime Klaudia, e cila do udhëtoj nesër paradite për të gjetur një lokacion, një adresë, të trokasin në derë dhe për të patur edhe një përgjigje të tyre. Kështu që ju falenderoj të dyve që u pata në studio. I takohemi sërish nesër në këtë studio. Mirë dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Mos harroni nesër live ora 16 për të vazhduar me historinë e Bukuroshit.